Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites. Radhën e ka e ftuara e ditës, apo pjesa e personalitetit të ditës dhe tema për të cilën sot do të diskutojmë. Do të flasim sot për një temë të bukur, do të flasim për sukseset e të rinjve tanë. Konkretisht është një vajzë nxënëse në shkollën fillore Luigi Gurakuqi në Zhelin, e cila ka botuar librin e saj të parë, të titulluar si Bota ime e vogël. Për të folur për këtë libër dhe njëkohësisht për biografinë e saj dhe për konkurset letrare që ka marrë pjesë, për çmimet dhe për porosinë që ajo ka për moshatarët e saj të ri për të shkruar, ne kemi nderin që në studion tonë të kemi Amina Imeri. Përshëndetje Amina dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi të jem e ftuar në emisionin tuaj. Faleminderit shumë që na ke nderuar me pjesëmarrjen tënde në emisionin tonë. Të përgëzojmë për librin dhe të dëshirojmë shumë sukseseve në të ardhmen. Faleminderit shumë. Atëherë Amina, ne kemi kështu si tradicionale në emision, fillimisht flasim pak një prezantim të shkurtër për biografinë e të ftuarve në emision. Pra kush është Amina? Mund të na bësh një prezantim? Unë jam Amina Imeri, një vajzë 15 vjeçare, nxënëse në klasën e 9 dhe mësoj në shkollën fillore komunale Luigi Gurakuqi. Unë jam një adoleshente që e dua poezin, librin dhe botën e fjalës së shkruar. Në botën e lirë më pëlqen të dëgjoj muzika dhe të shkruaj. Do flasim pikërisht edhe për të pjesën e shkrimeve, për pjesën e muzikës, e kështu me radhë, por megjithatë çfarë ndjesie të jep të shohësh të botuara poezitë tua për herë të parë? Më jep shumë emocione dhe lumturi, por më tepër mirënjohje, sepse mendimet e mia janë bërë libër dhe mund të lexohen nga të tjerët. Shumë e bukur. Kur e kuptove, kur në fakt e keni kuptuar që keni një lidhje kaq të veçantë me fjalën e shkruar apo me poezinë? Thënë më ndryshe, kush e zbuloi për herë të parë talentin tek ju për të shkruar? Në fillim shkruaja vetëm shkrime në shkollë, hartime, kështu me radhë, por ishte mësuesja ajo që e zbuloi talentin tim. Po megjithatë ka pasur dikush që ju ka frymëzuar, që ju ka inspiruar për të shkruar, ndoshta një mësues siç e përmendet, ndonjë familjar, apo ndoshta ndonjë poet i njohur? Jo, mësuesja ime Ifajete Bekiri ishte ajo, domethënë inspirimi, burimi. Dhe që e zbuloi për herë të parë që Amina ishin edhe prindërit sigurisht. Deri para pak kohësh, domethënë shkruaja me gjithë zemër që t'i bëj prindrit krenar dhe ende e bëj, por tani kam shtuar edhe mësuesën Ifajete Bekiri. Sigurisht që i ke bërë prindërit e tu krenar që në këtë moshë ke botuar librin tënd të parë dhe kjo është një e arritur shumë e madhe, edhe për këtë i përgëzojmë dhe prindërit e tu të cilët kanë përkrahur në këtë rrugtim. Sigurisht do flasim edhe për përkrahjen familjare, po megjithatë që pak më herët përmendet edhe muzikën. Siç duket edhe muzika është një pjesë e rëndësishme e juaja. Çfarë lloji i muzikës më tepër ju pëlqen dhe si ndikon në muzika në krijimtarinë tënde? Muzika melankolike më pëlqen shumë, ajo që ka fjalë e ndjenjë të thella. Kjo lloj muzike më ndihmon të hyj në botën time të brendshme dhe shpesh më jep ide për të shkruar. Po, dua të flasim pak për sukseset e tua, për konkurset ku ke marrë pjesë. Pra ke marrë pjesë në shumë konkurse letrare. A mund të ndash me ne ndonjë përvojë që ka të bëjë me këto konkurse, ndonjë përvojë që të ka mbetur në mendjen tënde, në kujtesën tënde, që e kujton gjithmonë? Ishte një poezi për 23 prillin, ditës botërore së librit. E kisha shkruar një poezi, libri Burim i dijes, që mora lëvdat dhe më mbeti në mendje. Nuk e fitova vendin e parë, por mora përgëzime nga mësueset dhe kjo më shtyi që të vazhdoj të shkruaj. Do të marrësh sigurisht pjesë edhe në për konkurset të tjera që do të organizohen, dhe sigurisht që do ta marrësh vendin e parë. Jam shumë i sigurt nga ajo që e pash, nga shkrimet e tua që e lexova në libër, nga poezitë e bukura, jam shumë i sigurt që patjetër që do ta rëmbesh vendin e parë në për konkurse të tjera letrare, sepse ti je ende e re, ende e vogël, kështu që do të kesh hapësirë edhe për të marrë pjesë në për konkurse të tjera. Po megjithatë unë pak më herët në fakt të pyeta për atë se çfarë ndjesie është kur i shohësh poezitë e tua të botuara në libër, por kur i lexojnë të tjerët, çfarë ndjesie kjo të jep? Të jep pak ndrojtje apo është kënaqësi, emocion? Të them të drejtën të dyja. Donjëherë ndjej ndrojtje sepse hap një pjesë të shpirtit tim para të tjerëve, por më shumë ndjej emocion dhe lumturi, sepse sidomos kur shoh që njerëzit arrin të ndjejnë vargjet e mia. Por shkolla, përmendëm shkollën pak më herët. Sa të frymëzon shkolla? Sa ka vend në frymëzimin tënd poetik shkolla Luigi Gurakuqi në Zhelin, apo? Po. Çfarë frymëzimi të jep? Është pjesë e shpirtit tim, ajo më ka rritur si krijuese. Dhe sigurisht që me sukseset e tua do ta bësh krenare edhe shkollën, apo jo? Shpresoj. Të konsiderojmë gjithashtu, thuhet shpesh që je një vajzë e cila ëndron shumë. Çfarë ëndrash ke për të ardhmen tënde, Amina?
Ndroj të bëhem shkrimtare dhe ndoshta një ditë edhe psikologe. Dua t'i ndihmoj të tjerët me anë të fjalës time, t'i bëj të ndihem më të kuptuar dhe më pak vetëm. Do të thënë të ardhmen presim që të kemi një psikologe dhe një autore librash apo shkrimtare. Do t'i çosh paralel ndoshta që të dyjat. Dhe jam shumë i sigurt që në të dyja do të jesh e suksesshme. Motoja jote, për cilën lexova pak më herët, ishte shumë e bukur. Unë besoj në mirësi, në ëndra dhe në fuqinë e fjalës, për të prekur zemra. A mund të na shpjegosh pak më shumë se çfarë ke dashur të thuash me këtë? Po, fjala ka fuqi të madhe për të ndryshuar botën, për të frymëzuar, për të ngushëlluar dhe për të dhënë dritë. Besoj se mirësia është fuqia më e pastër që kemi. Pikërisht këtë ke dashur ta thuash edhe përmes kësaj motoje. Çfarë mesazhi do t'ju jepje të rinjeve të cilët shkruajnë, por nuk kanë guxim që t'i botojnë veprat e tyre, apo shkrimet e tyre publikisht t'i botojnë, pra kanë atë kompleksin, atë ndrojtjen. Çfarë do ju kishe porositur? Mos keni frikë të tregoni shpirtin tuaj. Unë besoj personalisht që shkrimi është një dritare që hapet, por jo vetëm për të tjerët, edhe për veten tuaj. Bota ka nevojë për zërin ton. Sigurisht që ka nevojë për zërin e të rinjeve mbi gjitha, që me shkrimet e tyre na tregojnë që janë të suksesshëm. Ne përmendëm pak më herët që familjen do e kishe falenderuar, por megjithatë ke pasur përkrahje nga familja për të shkruar? Po, familja ime ka qenë gjithmonë krah hapur në çdo haptimin, më kanë dëgjuar, më kanë mbështetur dhe më kanë bërë të ndihem që gjithçka është e mundur. Amina, ky është libri yt i parë. Po. Por shkrimi yt i parë të kujtohet cili ka qenë? Ishte një poezi për 7-8 marsin. Sigurisht një poezi që e ke shkruar ndoshta edhe e ke treguar përpara nxënësve apo jo? Po, për festat. Për festat. Nuk e mbaj mend si shkon shumë, por ishte hera e parë që përpiqesha t'u jepja formë ndjenjave të mia në fjalë. Nuk ishte sigurisht perfekte, por mendoj se ishte sinqert dhe e ndjerë. Ka qenë shkrimi yt i parë. E ke recituar atë në ndonjë festë të shkollës? Po. E ke recituar që e ke shkruar edhe vetë? Shumë i bukur. Bota ime e vogël është një libër shumë i bukur që unë arrita pak a shumë edhe ta lexoj, do ta lexoj sigurisht pastaj. Është me poezi. Mund të flasim pak se nga u frymëzove që ta shkruash këtë libër? Frymëzimi erdhi nga përjetimet e mia, nga dashuria për fjalën dhe dëshira që t'u jap zë ndjenjave që nuk mund t'i thosha me zë. Mendoj se ishte një nevojë e brendshme që ta ndaj botën time të vogël. Sigurisht. Për kush të ndihmoj që ta botosh me kë bashkëpunove? Në të vërtet, gjithçka ndodhi fal mësueses Ifajete Bekiri. Ajo planifikoi gjithçka, do të thënë gjeti njerëzit e duhur, zotrin Muhaxher Harunin, po, dhe zonjën Merita Isakun, bashkë me ndihmën të mësueses Feride Ferati. Por megjithatë, pse ke titulluar Bota ime e vogël? Çfarë kuptimi ka? Sepse çdo poezi është një dritare në botën time të brendshme, të vogël por të thellë, një botë me kujtime, ëndra dhe ndjenja. Po, të flasim pak edhe për ata që e kanë sponsorizuar këtë libër, kush të ka ndihmuar, kush ka përkrahur për ta nxjerrë në pah një libër të tillë? Për pjesën botuese është marrur firma Aksa Brand. Në fakt të flasim pak edhe për poezitë që i ke në këtë libër. Çfarë ke shkruar konkretisht? Çfarë përmbajtje kanë këto poezi? Kam shkruar për përjetimet e mia, për humbjen e gjyshes, për adoleshencën, për shoqërinë e kështu me radhë. Po mësueses çfarë i ke shkruar? I kam shkruar një poezi mirënjohje për dashurinë që më ka dhënë. Kurse prindërve, babait, nënës, për to çfarë ke shkruar? Babait për forcën dhe mbështetjen e heshtur. Nënës i kam shkruar një poezi për zemrën e madhe dhe dashurinë që më ka dhënë gjithçka pa kushte. Do shkruash edhe në të ardhmen poezi, do të botosh libër tjetër apo do të presim pak gjatësi të merr ky libër? Shpresoj që po. E kam nisur një poezi ta shkruaj dhe shpresoj. Ti ta botosh edhe një libër tjetër. Po. Do të të ardhmen edhe ndonjë roman, pse jo? Amina, të lexojmë disa nga poezitë tua për të parë këto shkrime, që pastaj të marrim dhe porosin tënde dhe për atë se çfarë dëshiron të bëhesh në të ardhmen. Por megjithatë, të lexojmë ja 2-3 poezi, ndoshta do të ishte e bukur edhe për emisionin tonë. Në rregull. Ato flasin, unë jo. Ato flasin si kur të ishte një sport, për shpëritje të mprehta si thika, duke prerë heshtjen time, si kur u detyrohem atyre pjesë të jetës time. Ato thonë emrin tim me të qeshur, shaka pas shpine, më shumë kur kaloj, e vërteta e varrosur në aktin e tyre. I kaloj historit e tyre, buzëqesh si kur nuk dëgjoj, por fjalët që fluturojnë përreth,
ende tingëllojnë me zë të lartë në veshët e mi. Kjo nuk është shkollë e mesme e vogël, është helm me një buzëqeshje, një bres me gojë të zhurmshme dhe zemrat të holla si letra. Mund të bërtas, mund të thëras. Por pse të ushqej lojën e tyre? Pse të kushtoj vëmendje njerëzve që nuk ndryshon jetën? Kështu unë mbaj volumin të ullët, injoroj ata që rrotullojnë. Fjalet e tyre nuk më përcaktojnë mua. Ata vetëm i bën njehon mëkatit të tyre. Ju e quani atë thjesht duke folur, por është mizore në maskim. Nëse shikoni pak më afër, do shihni të vërtetën në sytë e mi. Shumë bukur ishte kjo një poezi, apo? Po. Të lexojmë edhe një tjetër, të shohim edhe një titull të bukur, për shembull atë poezinë që ke dedikuar mësueses ose babait, nënës, prindërve të tu, për t'i falendëruar dhe publikisht për përkrahjen që ta kanë dhënë. Patjetër. Do të keni përmbajtje në fillim, ku i ke të shënuara titujt e poezive dhe faqen. Kjo për nënën. Mundet, po. Nëna, engjëlli im i heshtur, shtëpia merr jetë kur ajo buzëqesh. Çdo hap i saj është bekim i heshtur, nuk i duhet zëri i lartë për të më mësuar, më mëson me zemër, më rrit me kujdes. Nëna ime është si dielli në re, ndoshta nuk dallohet gjithmonë, por është aty, më mbron pa u dukur, më do pa kushte, është forca ime, ëndra ime e bukur. Në sytë e asaj ka një dritë të qetë, si një det pa dallg që gjithmonë më pret. Në përqafimin e saj ka paqe dhe ngrohtësi, si stina e pranverës që kur nuk ikën. Se them shpesh, por ndoshta duhet më shpesh. Pa të, jeta ime do ishte bosh. Ajo është zemra që rreh për ne, nëna ime, dashuria që s'ndrysh këtë kur. Shumë e bukur, të lumtë, Amina. Të lexojmë edhe një për në fund. Kemi ekskluzivitetin që vetë autoria e këtij libri të jetë pjesë e misionit tonë dhe sigurisht të dëgjojmë nga ajo disa nga poezitë të cilën i ka shkruar. Mund ta bësh përzgjedhjen vet. Në rregull. Fjalët tuaja janë plumba, ajo vetë e kërkoj, thua ti, burr me emër të zbrazët, si të mos kishte dhembje, si të mos kishte gjak në shtrat. E pesi ishte veshur, thua, me gojë që pikon vrer, si të ishte faji i saj që ti se njeh kufirin e ndeshmërisë njerëzore. Një fund i shkurtër s'të jep leje për të shqyer, një buzëqeshje s'të jep të drejtë për të thyer. Gratë nuk janë ftesa, janë njerëz, janë jetë, jo trofe për egon tënde, që zvaritet si gjarë për nën pet. Ti tallesh, bën shaka me përdhunimin, por ç'është humor kur tjetri vuan si krimin? Çfarë buri je kur dhimbjen e bën për loj, kur vajzat të rasin dim e ti qesh në qoshe, në nzë. Fjalet e tua janë plumba që vrasin ngadalë, ato mbajnë gjallë frikën e veshin me fjalë. Kur thua ajo s'duhet të dilte natën, po ja var fajin viktimës, jo bishës që s'njen daljen. Ti s'mund ta quash veten burr, jo, sepse burri nuk kafshon, nuk dhunon, nuk përdor frikën për forcë. Burri i vërtet nuk flet për tëmben e veri, por e mbron, e nderon, ja ngre zërin kur s'mund të flas. Shikoje nënën tënde, shikoje motrën, do doje të flisni siç flet ti për to në errësirën e zhurshme të burrërisë false? Jo, nuk është ajo që e kërkoj. Ishe ti ai që zgjodhe të mos jesh njeri. Si quhet kjo poezi e fundit? Çfarë titulli ka? Fjalët tuaja janë plumba. Shumë bukur. Çfarë do të bëhesh në të ardhmen, Amina? Ke vendosur? Atë që përmendëm më herët, ndoshta psikologe, po megjithatë? Po, dua të bëhem shkrimtare, të punoj me fëmijë dhe të rinjt, por ndoshta si mësuese ose psikologe. Këto janë ëndrat që ke për të ardhmen dhe uroj që cilën do që ta zgjedhësh dhe jam shumë e sigurt që do të jesh e suksesshme. Cila është porosia që del nga ky libër? Ky libër flet për rritjen përmes sfidave, dashurinë për jetës, mbështetjes së familjes dhe mësuesëve. Do të thënë jam në kërkim të vetvetes në një botë që nuk të kupton më njëherë. Dhe ne do të presim librin të radhës për të pasur sërish në emisionin tonë dhe për ta promovuar bashkë. Me këtë sukses të deri tanishëm, besoj që je e kënaqur apo jo? Po. Shoqëria si e priti librin tënd? Shumë mirë, më dhanë përgëzime e fjalë të ngrohta. U adhurove nga një libër si dhuratë?
Po. Faleminderit që edhe neve na ke sjellur gjithashtu sot një libër Bota ime e vogël. Realisht bota jote e madhe e dijes, e shkrimeve, uroj që e sukseseve, uroj që në të ardhmen edhe më tepër të zgjerohet. Amina, ishte kënaqësi shumë e madhe që sot ishe pjesë e emisionit tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi, faleminderit. Nderuar shikues, ishte pra kjo pjesa me të ftuarën e ditës së sotme, ku kemi pasur një tjetër vajzë të re që ka botuar librin e saj të titulluar Bota ime e vogël. Ju vazhdoni që ndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak në pjesën tjetër të pasdites.